Dashi. Gjatë gjithë kësaj dite do ndiheni më të çliruar dhe do shprehni sinqerisht ndjenjat dhe idetë tuaja të fshehura. Në një lidhje, realizmi do jetë aleati juaj. Do pranoni gabimet e bëra, do kërkoni falje pa turp dhe do rindërtoni besimin mes jush. Beqarët duhet të hapin zemrën pa humbur kohë, sepse vetëm kështu mund të lindë një histori e re e qëndrueshme. Në punë, kushtet janë tepër favorizuese. Veproni me qetësi dhe përpikëri, duke bashkëpunuar me kolegët në entuziazëm për të dëshmuar vlerat tuaja. Financat kërkojnë për kujdes. Organizoni buxhetin me maturi, shmangni shpenzimet për kënaqësi të çastit dhe mbani një rezervë emergjence që të mos pësoni krizë financiare. Demi. Sot do ndiheni shumë pozitiv dhe të gatshëm për të ecur me ritme të shpejta përpara. Në çift, vendosmëria juaj do rrisë intimitetin dhe do shihni qartë hapat e ardhshëm. Do dashuroheni me pasion dhe do përgatisni surpriza emocionuese të papritura. Beqarët nuk duhet të humbasin shpresën, edhe nëse përballen me refuzime të papritura. Kombinimi i durimit dhe vetbesimit do sjellë takimin ideal. Në punë do jeni të jetë optimist dhe energjik, kështu që çdo projekt, edhe ai më i vështirë, do duket i përballueshëm. Për financat, situata do mbetet stabile. Shmangni investimet e rrezikshme dhe ruani kursimet për të ardhmen. Binjakët. Sot do jeni më të kankoz se zakonisht, duke kërkuar përsosmërinë në çdo detaj. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e trazuar dhe e mbushur me debate të ashpra, pasi as ju dhe as partneri nuk do reflektoni logjik. Megjithatë, përfundojeni ditën me ndjenjen se e keni kuptuar gabimin dhe se është aksion vlerësimi i së ardhmes së përbashkët. Beqarët, përkundrazi, do përjetojnë një magji takimesh që në mbrëmje do çojnë në fillimin e një historie të ëndërruar. Në punë, ndonse strategjitë e mira do jenë aty, vonesat nga gabimet e së kaluarës do i vonojnë rezultatet. Financat kërkojnë maturi të shtuar për të ruajtur nga krizat. Dafoja. Kjo ditë do jetë e mbushur me momente të lumtura dhe me një ndjenjë kthimi në balans. Për ju që jeni në një lidhje, marrëdhënia do mbetet delikate për shkak të ndikimit të tjerëve, por durimi dhe dialogu i hapur do rikthejnë qetësinë. Beqarët do fillojnë një romancë të veçantë që sinjalizon një fillim premtues, por duhet të qëndrojnë të vëmendshëm ndaj çdo sinjali të dhënë. Në punë do merrni një propozim të rëndësishëm që e keni pritur me padurim dhe do ndjeni se keni arritur në pikën ku dëshironi. Financat sot mund të luhaten, shmangni shpenzimet impulsive dhe sigurohuni që buxheti të mbetet i ekuilibruar. Luani. Sot do jeni më pozitiv se kur dhe do shikoni vetëm anët e mira të jetës. Në çift, planetet do ndikojnë në mënyrë të fortë në emocionet tuaja, duke rikthyer pasionin që mendoni të zhdukur dhe duke ju lejuar të vendosni kapak mbi problemet e së shkuarës. Beqarët duhet të jenë të gatshëm për takime të papritura. Personat më interesant mund të shfaqen kur nuk e prisni. Në punë do jeni spontan dhe profesional njëkohësisht, duke fituar admirimin e prorëve. Financat sot do jenë të mira, por duhet t'i organizoni të ardhurat me përpikëri dhe të shmangni çdo shpenzim që te kalon planin buxhetar. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite duhet të tregoni shumë të kujdesshëm sepse mund të përballeni me situata të ndërlikuara. Në çift, mos e mbani veten në vetmi për të shmangur tensionet. Dialogu i hapur dhe dëgjimi i partnerit mund ta ruajnë ekuilibrin. Beqarët do jenë indiferent ndaj ftesave, sepse nuk do ndihen mjaftueshëm të motivuar për të ndryshuar statusin. Mundohuni t'i largoni dyshimet dhe të hidhni hapa të kontrolluar. Në punë ka ardhur koha t'i zhvilloni aftësitë tuaja në terren të ri dhe të mos mbështeteni vetëm te kolegët. Proaktiviteti do sjellë rezultate. Financat do jenë të matur, por edhe delikate. Përgatituni për të përballur me çdo shpenzim të paparashikuar. Dëshorja. Përballë dilemesh të shumta, sot do kërkoni balancën midis zemrës dhe arsyes. Në çift, mos i nxitoni debatet me pyetje të shumta. Kushtojuni vëmendje dëshirave të partnerit dhe gjeni kompromiset që forcojnë lidhjen. Beqarët duhet të kenë durim. Takimet e para mund të jenë të mjaftueshme për t'ju dhënë shpresë, por njëja e vërtet kërkon kohë, prandaj mos lejoni presionin social t'ju shtyjë të nxiteni. Në punë, analizoni çdo ofertë dhe mos pranoni projektet pa i studiuar rreziqet e mundshme. Bashkëpunimi i ngushtë me ekipin do sjellë rezultate më të mira. Financat sot kërkojnë kursim. Përcaktoni një buxhet mujor, shmangni shpenzimet impulsive dhe krijoni një rezervë për emergjenca të papritura. Akrepi. Sot intuita juaj do jetë e sofistikuar, por duhet ta kanalizoni në mënyrë konstruktive. Në një lidhje, sinqeriteti është themeli. Ndajeni emocione dhe pritshmëri pa e fshehur asnjë. Shqetësim. Vetëm kështu do ruani dashurinë dhe do shmangni keqkuptimet.
Beqarët duhet të verifikojnë sinqeritetin e ftesave romantike. Jo çdo buzëqeshje fshet qëllime të sinqerta, ndaj veproni me kujdes para se të angazhoheni. Në punë, vendosni prioritetet, përqendrohuni te projektet me potencial më të lartë dhe shmangni dispersimin në detyra ditësore. Financat, megjithëse të ndjeshme, mund të përmirësohen me kursime ditore dhe planifikim të kujdesshëm. Shmangni borxhet e panevojshme për të mos rrezikuar bilancin. Shigjëtari, energjia e optimizmit do buzëqesh mbi planetin tuaj sot, por duhet ta shoqëroni me durimin që karakterizon suksesin e vërtetë. Në çift, dialogu i hapur dhe aventurat e vogla do rikthejnë pasionin e fillimit. Mos e lini rutinën t'ju ftoft marrëdhënien. Beqarët do kenë takime premtuese, por lidhjet e forta lindin pas njohjes së vërtet me kohë, jo me nxitim. Përzgjidhni gjysmën tuaj me kujdes. Në punë, bashkëpunimin me kolegët më kreativ do sjellë projekte të reja dhe ide inovative. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur hasni vështirësi. Financat mbeten të qëndrueshme nëse ndani shpenzimet në kategori të qarta dhe ruani një fond emergjencash për rastet e paparashikuara. Britsjapi, pragmatizmi dhe përpikmëria juaj fitojnë sot përparësi në çdo fushë. Në lidhje, vendimet e rëndësishme duhet t'i merrni së bashku, duke ruajtur respektin për dëshirat e të dyve. Dialogu i sinqert do forcojë keqkuptimin. Beqarët kanë mundësi të prekura për lidhje serioze, por duhet t'i ndjekin ngadalë, duke mos ngatëruar misin me dashurinë e thellë. Në punë, organizimi dhe ndarja e rolit brenda ekipit do çojnë drejt rezultateve të shkëlqyera. Mos e lini suksesin tek sforcimet individuale. Financat sot kërkojnë një planifikim të rreptë. Caktoni përqindjen e kursimeve nga të ardhurat dhe shmangni shpenzimet që tejkalojnë buxhetin mujor. Ujori. Serioziteti i rrallë sot do ju çojë drejt vendimeve të duhura, megjithëse spontaniteti juaj po kërkon hapësirë. Në çift, bashkëpunimi dhe besimi ndërsjellë do mbajnë marrëdhënien të gjallë. Ndani planet të së ardhmes dhe mos lejoni keqkuptimet t'ju ftojnë komunikimin. Beqarët duhet të tregojnë pjekuri. Takimet spontane mund të sjellin takime interesante, por njohjet e qëndrueshme lindin me kohë, jo me rushim. Në punë, fokusohuni tek projektet afatgjata dhe shmangni zmbrapsjen për shkak të detyrave të shumta. Prioritetet tuaja duhen vendosur qartë. Financat dhe ruajnë ekuilibrin nëse ndani një pjesë fikse për kursime dhe menaxhoni çdo shpenzim me kujdes, duke shmangur impulsivitetin. Peshqit. Sot intuita do jetë forca juaj kryesore, por duhet ta zhvilloni me planifikim dhe logjik. Në çift, ndarja e ndjenjave dhe dëshirave me partnerin do krijojë një klim besimi. Mos e mbani pas brerje, por flisni hapur. Beqarët duhet të verifikojnë sinqertësinë e çdo ftesë romantike përpara se t'i afrohen afër. Një takim i premtues mund të shndërrohet me lidhje të fortë nëse shfaqet jashtë dyshimin. Në punë, kreativiteti do lulëzojë, por duhet ta shoqëroni me një strukturë pune të qartë dhe bashkëpunim me kolegët për t'i përfunduar me sukses projektet. Financat kërkojnë disiplinë. Krijoni kategori shpenzimesh, kursimet dhe investimet afatgjata për të siguruar stabilitetin financiar.